nanës, se shumë herë kam qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Unë e kënaq, nëse shoh çdo ditë njerëz të ri, e shoh tash rinin që duin ma shumë muzikën moderne, përpara ka qenë edhe që kam preferu shumë muzikën popullore. Një këngëtare që muzikën e ka të trashëguar nga gjyshi dhe babaje. E do performancën live, por zhanrin e ka zgjedhur popullore folklorike. Krejt këto dhe shumë epitete me të drejti meriton Remzie Strumcaku, e cila ishte ftuar në emisionin Zoom e tregon më shumë për energjin pozitive që e karakterizon. Kohë kam gjithë për gjithë shka, se e menagjoj shumë mirë, edhe energji kam ndukuj pak të prune, vi shumë shpesh, edhe kam mundësi tani me punu pak edhe në drejtim të profesionit, kam mundësi më marrë me gjithë shka, e menagjoj shumë mirë kohën. Ajo më tutje thot se më herët është preferuar muzika popullore, por që ky zhanër tashmë ka pësuar pak ndryshime. E shoh tash rinin që duin ma shumë muzikën moderne, përpara ka qenë edhe që kam preferu shumë muzikën popullore, amo unë e mirë, se ja me gjithanshme dyqysh, ja dalë shumë mirë në të dyja, amo mirë, nuk besoj që ka ndryshu dhe shumë. Një emër i njohur për dasmorët, një përgjithësi e madhe, por që e preferon shumë. Remzia është aktive në dasma, e thekson se do performancën live. Ajo ndan me shikuesit tanë disa detaje interesante nga mbarvajtja e tyre. Kur kam haru me marrë kostumet, edhe mu ka dosh me këndu me gjinsa, ose jam vënu normal, ka ndu mjerë isha në të shku në dasëm e pa ndu një vërshim i madh i shiut. Edhe unë nisa për më mri ndasëm, do më mriva në orën 11 natës, që gati përfundoj, edhe për me bin dasmorin që unë e veç kam qenë rrugës. Po bëjsha non-stop video që me dëshmu, se normal është shumë e vështirë kur këngëtari kryesor nuk është. E hapur dhe as pak komplekse, artistja ftuar zbulon se ka ndodhur që ta harrojë edhe teksten. Unë e kënaq, nëse shoh çdo ditë njerëz të ri, edhe është për mu tepër mirë, se çdo ditë shoh diçka të ndryshe. Këngët e kërkojnë të ndryshme, ka raste kur më kërkojnë diçka që unë nuk e di, edhe është pak e sikletshme që kjo, se normal unë nuk mëna me qenë Google, çka të lypsh me gjithë. Edhe po i kërkojnë ndjes, nëse dona i mja ndryshu me i bo një këngë si pas dëshirës tam. Edhe asnjëherë nuk kam pas ndonjë farë problemi, ka qenë gjithë mirë, kam kalu gjithmonë mirë. Këngëtarja Strumcaku pohon faktin se muzika të merr kohë relativisht të madhe, e sigurisht e ka pas pamundur të jetë prezente në momente të ndryshme familjare. Ajo madje emocionohet teksa flet për nënën, nuk mungojnë as lotët. Nanës, se shumë herë kam qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Nana është dyshysh, u thëmë, është heroin, ajo është tepër e fuqishme, edhe sot ka energjinë e njëjtë, sigur nështë ta ma shumë energji se unë, edhe ajo tepër është e kënaqshme me mu, dhe thot rim, te ke kry me mu, thot, ajo qatë shumë më rënë, qatë shumë më falenër, jam mundu me ndihmu ka pak, ama thot, ti nuk i ma me mu kërgjë, thot, ty zoti ka me të qunë në parajs, qatë shumë që me ndonë që i kam ndihmu edhe i kam, nuk e di, nana është shumë e lumtur me mu, menoj që edhe une ju mundu me shpirt për to, edhe nështë edhe për këto, aja e thot këto. Remzie, aje ballafaqsuar ndonjëherë me komente jo të mira, apo kolegë që kanë tentuar të ta mohojnë suksesin. Nuk më ka rastësis me pas dikon që s'ma ka besu suksesin, ose shumë njerëz ofër vetës këmë pas që veç më kanë mbështet, edhe janë mundu me krejt forcën, s'kom pas kur askën që më ka thonë jo, s'ki me qenë jo. Bile krejt edhe muzikantat, këngëtarët, ka një farë respekti për mua dhe jam shumë e kënaqur me këto. Asë njerë s'kum pas dikon që e ka bo këto që bo e tute.
Mos na u bëj gocë mirë deri tani, po hajt na thuaj, atë ka bo dikush pa drejt dhe si ke reagu. Ka ndodhur ku pas probleme me projekte muzikore kur diçka më ka pëlqyer shumë edhe ka marrë dikush tjetër pa dijenin tem, edhe pse mu ka paraqit, ka thonë e kam shit, e jam pak jo shumë stabil njerëz, edhe mendoj që nuk e kam nevojshme gjithçysh, nëse nuk e di se dhe jashtë vendit është bile ka shumë këngëtarë edhe atje që kanë probleme, këto se gjithmonë janë ajo me të njofshëm, ekziston gjithmonë. Problema ndaj këtyre padrejtësive. Çfarë karakteri jetë jashtë? Thjesht i thëm në rregull, më ka ndodhur jam shku në studio, më ka thonë jo këtë projekt s'monësh me kënu, s'mej me orkestru dhe këmë thonë a din arsyen, e këmë po që ka këndu tani dikush tjetër, një këngëtar tjetër, edhe s'kom reagus. Nuk jep energji kësaj pune. S'ka qenë shkruane për mu, nuk jep heq rëndësi.